Institucionet shtetërore dhe ndërmarrjet po notojnë në borxhe. Në 3 muajt e parë të këtij viti kanë obligime të arritura, por të papaguara prej pothuajse 652 milion eurove. Borxh kanë pothuajse të gjithë. Në listën e Ministrisë së Financave janë 1279 institucione shtetërore dhe ndërmarrje publike, institucione shëndetësore, ndërmarrjet komunale, ministritë dhe komunat. 142 milion euro nga borxhi i përgjithshëm i të gjithëve janë për shpenzimet operative, fatura për ujë, rrymë, ngroje dhe të tjera, ndërsa borxh kanë edhe për paga dhe kompensime për të punësuarit. Borxhet janë rritur për 25.5 milion euro në krahasim me 3 mujorin e fundit të vitit 2024. Atëherë borxhi i përgjithshëm i 1255 institucioneve ka qenë 626 milion euro. Megjithatë, shqetësuese është fakti që për vetëm një vit, institucionet kanë arritur të rrisin borxhin për 161 milion euro. Në 3 mujorin e parë të vitit 2024, borxhi i 1306 institucioneve ishte 490.7 milion euro. 5 debitoret më të mëdhenj janë ndërmarrjet shtetërore energjetike si dhe Hekurudhat. Nomagas ka borxh prej 88.4 milion euro, Elem mbi 59 milion euro, ndërsa EMV distribuimi i ngrojes 33.8 milion euro. Nëse mblidhet borxhi i të dy ndërmarrjeve të Hekurudhës, ai arrin rreth 135 milion euro. Borxh ka edhe shërbimi për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të qeverisë, në shumën prej 1.7 milion eurove, ndërsa borxhi i institucioneve publike në sferën e shëndetësisë për nevojat e klinikave universitare, institutit dhe qendrës urgjente, është 25.5 milion euro. Borxhet më të mëdha mes komunave i ka Gostivari me 11.5 milion euro dhe Tetova me 9.7 milion euro. Nga ministritë në krye të listës është shëndetësia, me borxh prej 1.85 milion euro. Nga borxhi i përgjithshëm prej pothuajse 652 milion eurove, institucione shtetërore dhe ndërmarrjet me së shumti obligime të arritura por të papaguara kanë ndaj sektorit publik pothuajse 370 milion euro, ndërsa borxhi ndaj sektorit privat ka arritur në 241 milion euro.